Kur e mori veshin 2015? Që 2016. 2016. 2016, ma e bukra, se po na kalojnë pak për bullizmi ka ekzistu, do të ekzistoje. Po zbret në qytet, edhe ai që ka rrë ndoshta nga fshati, thotë, erti katonari. Edhe gjasëm edhe Dirama, thotë ato katonarët e kam një shansë që t'i largoj. Pra mendon se është direkt dorë e Diramës? Të s'lëviz fia barit. Zoti Rama. Edhe erdhëm 2016, bam përpjekjen tonë, te lapidari i mësuesit. Po. Erdhi policia, mbi 120 forca. Ishim dhe ne, fshati, ishim i mobilizuar për ta ndaluar. Edhe pas 2 orësh debate të fuqishme, del nga rreshti me një telefonat, i shefi i madh i Lezhës, nuk e di, i Lezhës apo i Mirditës, edhe i thot, kush është koncesionari këtu? Edhe del dhe thot, zotnia, jam unë, nuhe, njës pas, nuk është gjallë. Thot, zotin unë, nuk i ke marrëveshjen me banor? Thot, jo, thot, po do t'i rregullojmë. Më lidh veglat, nisu dhe mos më thirr ma këtu. Pra ai veproi mbas ligjit, Korrekt. për mua që njëri me karakter. Pra ai i largoi herën e parë. I largoi, i shtrëngum dorën, na animoi sepse po na çote konflikt. E kuptoj. Po ky i sotmi? Vjen i sotmi, vjen këtu në qaftë fshatin Qavorës, kemi njëra. Por pos kësaj, vjen zotëria, që mirë kuptues deri në ca momente, derisa ne e kapëm mat. Që firma ku është? Se unë s'kam punë me ty, ti e ligji, ti ke ardhur, ti e 8 orëshën e punë. Thotë jo, thotë e ka bashkia. Bukur shumë. Tërhiqemi, nismi i bim bashki. Bashkia krye put, i nxorëm ne, shqyqër zoti, patëm njerëz që kishin qenë krye bashkiak. Po. Edhe janë nxorë ja ulin tavolinë gjitha shkeljet. E pranoi publikisht para. Kam gabuar. 300 vetëve, kam bënë një gabim, tha do të më falni. Jo një, thanë, 3. Po, janë 3. Po kujtova s'tanë shpërt mirën tuaj. Ke vepruar në familjen time. Kush tha kështu? Melyshi Albert, kryetari i bashkisë. Kuptoj. E morëm Albertin, kryetarin e bashkisë, e nisëm drejt e te policia. Si janë ca gjëra që shkojnë edhe me zakon. E pranuan ballë për ballë në bisedën që patën bashki rend, që populli nuk është pajdor, po është në drejtën e Zotit. Po mirë, ky që e kishte bërë gabim këtë shkresëm, pse nuk e anulloi, sepse janë 18 antar bashkiak që haram buken. E robin që marrin, haram. Që marrin dhe thonë, gojtë liga, që u është lyë qerrja, edhe kanë firmos unanimisht. 18 këshilltar bashkiak. Pa qenë bashkak. asnjë banori i zonës Kaqinarit. E kuptoj. Kanë venos dikush nga Fani, dikush nga Rubiku, dikush nga Rësheni, për pasurinë e gjyshit tem e të gjyshit ti e tjetër. Në moment të dytë, pranuan gabimin që kishin bërë, do t'i pezullojnë.